Misë televizionit Alsat jemi jashtë sot, përveç se që koha është perfekte dhe mirë me diell na ka kap, do flasim edhe për një temë shumë të rëndësishme për gjithë ne. Në fakt, secili nga ne kemi pas lëndën e historisë, kemi mësuar shumë për shumë figura, për shumë ngjarje historike, për shumë monumente, mirë po sot, pasi që shënojmë edhe ditën ndërkombëtare të monumenteve historike, ne do flasim me një arkeolog pikërisht për gjitha ato që Shkupi na i ofron por edhe më gjerë. Me mua është Sali Islami. Përshëndetje Sali. Përshëndetje. Më thuaj pak, ti arkeolog edhe kur bim biseda për arkeologji dhe histori, më duket njerëzit ndoshta direkt ty drejtohen. Nëse jeni atret. Jam arkeolog, njerëz më drejtohen, tash së fundmi sidomos, po me thonë të drejtën deri vonë edhe vazhdojnë me ngatru arkeologjinë me arkitekturën. Marrin për arkitekt, edhe nisin pyesin për kulme të shtëpisë, po ja sqaroj që me temele mundem më marr, po ja me kulme. Me temele, nëse nuk merresh ti me temelet e njerëzimit, nuk e di kush do merreshte. Jemi në një prej vendeve më karakteristike të Shkupit. Kur udhtojmë nëpër kryeqytete tjera, nëpër qytete tjera ka pafundësisht vende historike, por ne kemi ca. Mi po i kemi të bukura. Jemi te Kalaja e Shkupit. Qyteti i Shkupit është ndoshta njëri prej qyteteve më të rralla në Evropë ose në Ballkan, është muzej i hapur. Kudo kohë që ecë nëpër Shkup, të paktën në pjesën e vjetër të Shkupit, kesh ka shef edhe është një monument, një ngjarje historike ka ndodhur aty, e ka një histori të vetën. Na për momentin ndodhemi afër kalas së Shkupit, e cila është njëra prej kalave më të rëndësishme jo vetëm Shkup, edhe në rajon. Por prapë them, bashkë me kalan është pjesë përbërëse, edhe qarshia e vjetër me krejt kompleksin e saj, edhe shumë lokalitete vendbanime arkeologjike të periudhave të ndryshme në Shkup dhe rrethin të Shkupit. Por që, si me thonë, primatin e man Kalaja e Shkupit që fatkeqësisht ka vite që është e mbyllur. Po, në fakt ne do flasim edhe për Kalan, po unë dua në fillim në përgjithësi edhe t'i prekim gjitha monumentet që i kemi në Shkup. Sa dim ne për historinë dhe për monumentet historike që i kemi në kryeqytet? Ne si njerëz jemi të shquar me u marrë me tema ka pak fantashkencë, edhe nuk e kuptojmë atë realen, ata që e kemi përdit. Shkupi në këtë rast ofron shumë më shumë se sa shumë vende tjera evropiane kulturë të trashëgimisë kulturore, që fatkeqësisht po them nuk kanë se kemi shumë ndjenjë dhe kujdes për ta, por Shkupi është njëri prej qyteteve më të rëndësishme të Shkupi i vjetër, domethënë është njëri prej qyteteve më të kryeqyteti i provincës Dardanis, edhe prej atëherë edhe nga parahistoria ka vazhduar me funksionu si qytet shumë i rëndësishëm. Edhe kuptohet së fundmi me perandorinë osmane dhe shumica edhe e mureve të Kalas edhe e qarshisë së vjetër janë nga ajo periudhë. Për sa kemi na vetdije kolektive dhe ndjenjë për trashëgiminë kulturore, kjo të le për dëshiru se ka fillu kohë fundit, por jo në nivelet e dura. Më thuaj, mi numëro disa nga monumentet që i kemi ne këtu në Shkup, por edhe më gjerë që me do e mos secili nga ne ndoshta duhet t'i di, ose së paku t'i ketë vizituar? Atëherë, po filloj me Kalon e Shkupit, pasi jemi këtu. Kalaja e Shkupit është një prej lokaliteteve më të rëndësishme në qytetin e Shkupit dhe më gjerë. Si vendbanim, daton nga periudha e neolitit, dikon 3700 para erës së re, me kontinuitet deri në perandorinë osmane, si me thonë deri në 1912, pak a shumë kur braktis, ka pas kontinuitet jete. Muret që i shohim kryesisht janë të periudhës bizantine dhe osmane, mirë po gjetjet arkeologjike, gjumë të jetës në brenda Kalas ka nga periudhat parahistorike. Lokalitet tjetër shumë i rëndësishëm për Shkupin është qyteti antik i Shkupit, që Shkupi sodit e ka marrë emrin nga ai. Ai është një qytet i rëndësishëm i provincës Dardanis, kryeqendra e provincës Dardanis, dhe një qytet i periudhës romake me arkitekturë fantastike, që fatkeqësisht edhe ai nuk kanë që është i gërmuar shumë ose gërmohet rregullisht në ta. Lokalitet tjetër, vendbanim tjetër të rëndësishëm afër Shkupit, e kemi Brazda, është një varrezë monumentale e shekullit 5-4 para erës së re. Gjendet në periferi të Shkupit për rrugës për Kaçanik. Edhe ajo është e vetmja e llojit të saj në territorin tonë, të paktën pjesën veriore të Maqedonisë.
Lokalitet tjetër I rëndësishëm është Tumba Maxhari quhet, është në lagjen e Hasanbegut, edhe ajo 5-6 km larg nga qendra e Shkupit, është u ndërtu një muze I hapur I një fshati neolitik. Do me thonë bëhet fjalë për një vendbanim dikon 5.000 vjet, 5-6.000 vjet para erës së re, nga periudha e neolitit, dhe para 10-15 vite u bën një projekt dhe janë rikriju shtëpizat, shtëpitë ku kanë jetu ato, edhe anë qytet muzej hapur mundën njerëz me shku me vizitu, ka dhe figura dylli mrenda, ka vegla, pune, keramike, si me thonë jetën e përditshme të asaj periudhe. Pak nëse zgjarohemi larg Shkupit, kemi një vendbanim ndoshta më I rëndësishëm se këtë këta, se krejt rëndësishëm, po është qyteti Taorit. Po në fshatin Taor është 20-30 km në lindje të Shkupit, edhe një austriak, një studius austriak von Hane ka pas emrin, në vitin 1863 e ka botu një libër, edhe ka bo një survej nëpër Ballkan, dhe në librin e tij ai jep teoritë e para se ky mundet me qenë qyteti Tauresium ose vendlinja e Justinianit të parë, perandorit bizantin me preor dhe Dardani. Pra, këto janë disa nga shumë lokalitetet dhe vendbanimet arkeologjike, duke mos harru edhe, si me thonë, vendbanimet ose lokalitetet etnologjike ose arkitektonike, që banë pjesë komplet qarshia e Shkupit me krejt monumentet e saj, me xhamia, me hamame, me tetje, e kështu me radhë. Një vend I cili ka vite që përdoret më shumë për fotosesione darsme se sa për si monument historik është edhe akuadukti I Shkupit. Edhe akuaduktin e harrova, edhe më njën është një farë marketingu I mirë, të paktën le ta shfrytëzojmë për foto. Akuadukti I Shkupit është datim të saktë, nuk ka se kanë dhënë, po besohet se ndikon shekulli 6, I ndërtuar në shekullin 6, dhe akuadukti në thelb është ujësjellës. Pra, akuadukti, nëse kemi parasysh, I shohim edhe fotot, akuadukti është ujësjellës që ka sjell ujin dhe supozohet se e ka sjell në qytetin e Shkupit. Pra, romakt në atë kohë kanë qenë çaq të zgjudhe dhe të zhvilluar, e kanë perfekcionu edhe mënyrën e barqjes së ujit, që është krevepër në vetvete. Tali, unë pa harruar, dua t'i kthem një muhabet I cilin ne po e bënim para se të fillonte kamera të gjironte, për këtë pjesën këtu, sepse prapa nesh, por kemi një grop, le të themi kështu, mes vendit ne ku po qëndrojmë edhe mureve. Vaj pak, si janë ndërtuar këto kala, cila ka qenë mendësia me cilin janë ndërtuar? Për filloj me pyetjen e parë, ky ne quajmë kanal ose hendek ose zakonisht kanë qenë të mbushur me ujë, po jo detyrimisht, për vetëm arsye për m'ia bë të pamundur sulmuesve të kalas, kushdo qofshin ata, me pas pamundur mu afru te muret rrethuese. Zakonisht kalat, po edhe kalaja e Shkupit I ka 2-3 mure rrethuese, që nëse bie muri I parë, është muri tjetër e kështu me radhë. Citadela ose qendra e kalas zakonisht u vendos në majet të Kodrës. Kalat janë mundumi edhe nëse, si me thonë, hekim kalan vizualisht, ky vend është një kodër që mbrohet në 3 anë, mbrohet me mbrojtje natyrore, veç në këtë rast në anën lindore është muri më I fortifikuar dhe ka pas nevojë për këtë hendekun edhe për portën edhe për këto. Pra I kanë gjetë pozita dominante ku janë ndërtuar kalat, ndërsa që janë shumë e rëndësishme, kalat nuk janë bërë për një ditë, e për një vjet, e nuk I kanë bërë 5 vete 10, po bë me vite, me shekuj, e ndërtim e me ndërtim. Pra, si që thash, kalaja Shkupit ka 1500 vjet distancë kohore nga muri në mur, me ndërtime, mbi ndërtime, me vazhdime të ndryshme. Pra nuk u bë për një herë. Përse ne kemi shumë monumente, kemi shumë hapësira cilat ti vetë më I përmendemi, po pse janë kaq pak të njohura? Nëse nuk do ishte kalaja këtu që ne ta shohim tërkohën, sepse është në qendër të Shkupit, dhe të ishte diku tjetër, unë ndryshoj që ndoshta do të kishin shku njerëzit për ta vizituar. Po kjo ka të bëjë me 2-3 sene, unë mendoj. E para, pa diskutim Ministria Kulturës në këtë rast, ose shtetës, se me thonë, përderisa është e mbyll me që 10-12 vjet, kjo të tregon një fakt të rëndësishëm. Pra, jemi në gjendje me mohu, me objekte më të rëndësishëm në qendër të Shkupit,
mos harron, nuk ke nevojë mirë pa autobusit me shku me pa akvaduktin ose skupin, po e ke në qendër të Shkupit, edhe ne jemi në gjendje me majnë mbyll për x arsye që s'du me hi asaj teme, për mos milon vizitorët me vizitu. Qofshin edhe për darsëm. Pra, kjo një për arsye. E dyta, unë besoj edhe pak sistemi arsimor, nuk kanë se organizohen ekskurzione, jo detyrimisht në kalon e Shkupit, në kalojat e Tovës, ka vendbanime tjera, Skupi, muzeu i hapur që thash atje. Muzeu arkeologjik fundi, nëse jo në lokalitet arkeologjik, mi dërgu në muzeun arkeologjik në cilin do qytet, po nuk ka organizime të nxënësve të studentëve me morë me dërgu me autobus me nis pin fëmijë ato me pa pak rëndësinë e trashëgimisë kulturore që me kalimin e kohës ato me zhvillu pak atë ndjenjë. Pra, besoj këto janë faktorët kryesor edhe që kanë bë, si me thonë Milan Mazdore, kalon edhe krejt monumentet e kulturës. Edhe buxheti skandaloz që ndahet nga Ministria e Kulturës në ndër vite për rujtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Ura e Gurit, kur kalon Saliu aty, çfarë të vjen në mendje? Ura në parim është vend që i lidh është sen që i lidh dy vende. Ura e Gurit fatkeqësisht në Shkup i ndan dy vende. Është simbol i ndarjes. Ura e Gurit një për monumenteve më të rëndësishëm të Shkupit. Është ndërtuar nëse s'gaboj dikon fillim të shekullit 14. Kuptohet ajo me rinovime të ndryshme, ka pas intervenime në ta, po është simbol shumë i rëndësishëm, edhe ky stil tipik i perandorisë osmane me këto harqet, me këto edhe nuk ka rasti vetëm. Unë tash e shoqëroj me një hartë të vjetër, e 1690-s, një far italiani Coronelli ka pas emrin, e ka bë rrjedhën e lumit Drin dhe Buna, edhe aja paraqet qytetin e Shkupit, përveç që jep statistika për të dhanat e banorëve e kështu, e shtëpive, aja përmend edhe qyteti i Shkupit edhe Ura e Gurit me 12 harqe. Në kohën e tij thot 12 harqe. Tash me thon drejtën nuk më shkoj i numëru mi pa sa janë. Po ai thot me 12 harqe. Po edhe Ura e Gurit tash nëse i marrim do fotot vjetra i shohim që e ka humbat atë autenticitetin e saj. Duket se është një si me thonë, një intervenim bajage i vrasht, sikur shumë monumente tjera të kulturës në Maqedoni. Sa ne bëjmë që turistët të vinë të shohin këto vende, sepse në fund të ditës janë edhe vende turistike? Atë që e thash parzit për fëmijët, kjo vlen paka shumë edhe për turistët. Turistët unë e kam përshtypjen që maksimumi mundën me ardhur deri në Kalaç, që ku jemi na, edhe eventualisht deri në Skupi. Qarshin janë të obliguar se ata vinë për Qarshi që aty autobusi i le, por ndryshe pjesën tjetër të monumente tjera të trashëgimisë kulturore në Shkup dhe më gjerë kam përshtypjen që nuk vizitohen. Statistikat sakta nuk di, po kam përshtypjen që nga të hujt pak nga turistët nuk vizitohet gati se hiç. Ne përmendëm pak Skupin si kryeqendrën e provincës së Dardanisë, po ndër vite çfarë roli ka pasur Skupi dhe Shkupi në historinë e njerëzimit shumë përgjithësi, po themi? Ndoshta shumë gjerë, po së paku për pjesën e Ballkanit. Edhe Skupi si vendbanim, para se me qenë një qytet i rëndësishëm romak, gjurmë t'i ka nga periudha e hekurit. Gjurmë jetë ka nga periudha e hekurit. Skupi sot gjendet afër fshatit Zllakuçan, afër rrjedhës së Drinit, Vardarit dhe Lepencit, dhe që nga ajo kohë, domethënë, njerëzit e kanë arritur me kuptu se pozita gjeografike janë shumë e rëndësishme. Ata janë të interesuar për ujë, ku ka, në këtë rast aty ka qenë vendi më ideal. Me kalimin e viteve zhvillohet organizohet vjen pushtimi romak, e shndrohet në, si me thonë, qytet urbanistik romak deri në 518-ën, se po du me lidhë me një sen, deri në 518-ën. 518-ën ndodh një tërmet, edhe Skupi shkatërohet. Edhe pjesa më e madhe e mureve që i shohim sot të kalas Shkupit janë ndërtuar me gorte e qytetit antik të Skupit. Pra, deri në 518 ka super funksionu si një qytet shumë i rëndësishëm, i cili ka lidhë, si me thonë, Skupin me Ulpianën, pastaj nga Ulpiana në Najsos, në Nish, dhe romak kanë qenë të shquar për rrjetin e rrugëve. Ajo shpreha famshme të gjitha rrugë çojnë në Rom. Në Maqedoni ka pas gjurmë
të rrugëve romake, edhe Shkupi Anjonja prej, si me thonë, nuk kanë stacion rrugor, absolutisht, po Anjonja për qendrave më të rëndësishme që ka ndihmuar në funksionalizimin e rrjetit rrugor të perandorisë romake. Po që ndodh pas viteve 500? Shkupi, 518 Shkupi shkatërohet, braktiset dhe, si me thonë, komuniteti që kam bet, mos harron, tash po flasim pas perandorisë romake, antike e vonë, janë do shekuj bajagit të errët, fillojnë do sulme të ndryshme në Ballkan dhe perandori bizantin me prorë dhe Dardani Justiniani e merr një iniciativë me fortifiku një numër të konsiderueshëm të kalave në provincën e Dardanis, mesin e saj është edhe kalaja Shkupit. Tash ky projekti gjigant i këtij për rinovimin, rikonsruimin dhe ndërtimin e kalave për mbrojtje nga sulmet zakonisht slave, po dhe jo vetëm, ka bërë që Shkupi më braktis. Përfundimisht dhe krejt materiali ndërtimor më pru në kalat të Shkupit, e cila nga ajo kohë bëhet si e shohim na dhe vazhdon deri në perandorinë osmane, fond perandorisë osmane. Zali ti je arkeolog, edhe unë nuk mund të të lë pa të pyetur se nëse do kishe një buxhet aq sa mendon që do ishte duhur edhe ndoshta leje për të gropuar edhe për të hulumtuar kudo. Ku do të ishte lokacioni që ti do të gropoje edhe do të hulumtoje? Nëse mleni me zgjedh, e kisha zgjedh fshatin Likov. Fshati Likov në vitet 60 nëse s'gaboj, u ndërtu penda e fshatit dhe gjatë ndërtimit rrugës kanë has në mumje, që është rasti vetëm në Maqedoni, po edhe në Ballkan, ndoshta edhe në Evropë, që janë gjetë kufoma të mumifikuara në mënyrë natyrore, po kanë qenë mumifikume. Vetëm ta sqarojmë çka është mumifikim. Mumifikimi është procesi i madh i gati që as vetëm është se di, po në parim është kufoma e vdekur, kuptohet, me arrujt e kanë kjo përdor kuptohet në Egjipt edhe i kanë mumifikuar në kuptimin për me rujt strukturën. Përveç strukturën me rujt komplet kufomën, pa u prish, edhe në Likov janë gjetë 8 ose 9 nëse s'gaboj, me gërmime arkeologjike në kotja e Jugosllavisë, nga të cilat veç njënja për fatkeqësisht ala si jam konë me e nuk e di a është aty ala, në gjendet një mjekësinë ligjore në Shkup. 7 tjera janë zhduk, nuk dihet fati i tyre. Ato janë rast unikal absolutisht edhe në Ballkan, sepse nuk kemi, domethënë varra ka gjithka, po varra me mumje nuk ka kërkon. Ato në Likov janë gjetë, besoj që ka tjera aty edhe është gjëna jone se don kapacitete edhe mjete, po edhe resurse njerëzore për më bërë të gërmime, po më vjen keq se është një send shumë i rëndësishëm për Maqedoninë edhe ka met në harres që sa vjet. Dhe për ty si arkeolog, çka do të thotë që të shohish mumje, një proces që ne kanë bërë egjiptianët, po ta shohish në Maqedoninë e Veriut? Po çata po do të them tash, nuk e kanë bërë Likovalid. Nuk e kanë bërë njerëz që kanë jetuar në Likov këtë rast. Ajo janë bërë pahire ato. Mumjet janë, ato kufoma janë rujt, veç shkaku i kusheve ideale të tokës. To kanë formë gline, si me thonë, edhe është një burim i ujit thartë. Tash me kimi se kam idenë, po sa e kam kuptu, ujit thartë, në kombinim me qëtë lojën e tokës, ka bo më rujt lëkura, eshtrat, mishi i të vdekurve, edhe ato janë dikon shekulli 5-4 para erës së re, do me thonë bëhet laf për 2500 vjetë kufomat super ruajtura edhe rrobat, teshët që i kanë pas, që janë konë varrosura me ato, janë konë të ruajtura kur janë ngërmu. Edhe, po kjo ka ndodhur këtë pahiri, nuk ka se e kanë ditë teknikën për me mumifiku. Ne u mundum të përmendim disa prej monumenteve historike, disa prej lokacioneve, përmende pak Qarshin, edhe pse është një pikë shumë turistike, shumë strategjike sa i përket turistëve dhe krejt kësaj. Më thuaj pak, çka do të kishe nda nga Qarshia? Qarshia dhe Shkupi fatkeqësisht ndërtohen vertikalisht, nuk ndërtohen horizontalisht. Në secilin vend të botës, qytetet zgjerohen. Në Shkup ndodhe kundërta. E reja mbi të vjetrën, e reja mbi të vjetrën, e reja mbi të vjetrën. Dhe këta më së miri e kemi me rastin me Shkupin 2014, për dhe jo vetëm, në Qarshia Shkupit vazhdon prej neve mu shkatëru, për ditë shohim objekte që rënohen, e banë të reja, veç mbin.
edhe se kemi ide në qysh. Kjo nuk do të me ndodhë. Tash, mirë kështë me qenë me bo një farë revitalizimi të qarshis, me morë këto punë artizanate që janë, me morë me subvencionu, me mashtru, me gjetë një formë, për me mujtë me këthy pak ka shumë do duqane, do zanate që janë në zhdukje, se edhe janë zhduk, me morë me këthy me ndihmën e ministrisë, për me revitalizu, pak me adhon një ngjyrë, se veç qiftelia e një muzikë me dy tela nuk të banë, nuk të këthen e qebapi. Pra, që kjo i ka metë, edhe dhe fatkeqësisht. Pjesë arkitektonike, për dita ma shumë veç kanë të shkatru. Sali, sot përshonojmë ditën ndërkombëtare të monumenteve historike, një mesazh si arkeolog, qoftë për fëmijë, qoftë për driturit, qoftë për institucionet. Shka do kovë që bani, ku do kovë që gërmoni, arën të e punu, një kanal të e qelë, nëse shka do kovë që gjoni diçka të dyshimt, mira me njoftu institucionet. Nëse jo institucionet, njoftoni mund të instituti për trashëgimi shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve. Sepse si dihet çfarë mund të jetë. Po sigurisht po. Faleminderit shumë që bëm këtë bisedë bashkë. Faleminderit.